që vendosur sa ditën e themelimit saj për të përmbysur diktaturën e dytë të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Sot Partia Demokratike ja doli me mbështetjen tuaj, me mbështetjen demokratëve, jo vetëm të qëndrojë fuqishme, por të mbrojë votën e shqiptarëve. Sot, në të katër anë të vendit, në të katër anë e botës, është qartësue se Edi Rama vodhi votën, se Edi Rama zbëri zgjedhje por farsë elektorale. Miqtë e mi, Edi Rama, pasar si Gjelatit Qyvari, poetin disident, bën gjithçka të shtyp dhe të shuaj pluralizmin. Ka blokuar çdo hapësirë në parlament. Ka përqendruar çdo pushtet në duart e tij. Pasi shtrojnë zgjedhjet në fars, përdor të gjitha mjetet kundër opozicës dhe qendrështarëve opozitar. Pasi vodhin shqiptar dhe largoi ata nga Shqipëria më shumë se në çdo kohë tjetër nga vitet 1300, vitet e kolerës zezë gjersot, kur kombyn nuk është paksuar në 10 vite si që ka ndodhur këto vite. Kur ndonjëherë, kur shqiptarët nuk janë vjedhur nga qeveritarët sa që janë vjedhur këto 10 vite. Dhe tani ka vendosur të blokoj drejtësinë. Kam zgjedh Kavaj të jap ultimatum. Mos guxo të mbrosh me votat e rëmbyra hajdutët e qeverisë. Sepse ne që në vitet 90 u ngritëm me një motiv të shenjtë për të mbrojtur lirinë, përsëri jemi në këmbë, përsëri jemi të gatshëm me motivin ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Ndaj dhe nga Kavaja i bëj thirrje, mos pengo drejtësinë, largohu nga pushteti. Largohu nga pushteti sepse je sjell ndaj shqiptarëve si armiku më i egër në tërë historinë e tyre. Asnjë pushtim, asnjë diktaturë, asnjë regjim nuk ka përzënë në 10 vite 1.100.000 shqiptar vetëm në hapësirën Schengen. Asnjë regjim, asnjë pushtim nuk ka çuar shqiptar 100 vite mbrapa në shtesën e popullatës si bëhet ti këto 10 vite. Asnjë regjim, asnjë pushtim nuk ka ngritur në pjedestal krimin dhe drogën si që ke bërë ti. Qytetarë dhe qytetarët Kavajës, historia u thret përsëri. Historia u thret ju, thret të gjithë shqiptarët që i thonë liris liri. Të ngrihemi për të përmbysur diktaturën e dytë,
Diktaturën e cila po shkatron me shpejtësi Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju kanë të ju, se Edi Rama, qëndron pushtet, jo se shtrim, jo se ka mbështetje, qëndron pushtet, se nuk ngrihemi ne, por ne do ngrihemi. Ne, qytetarët e lirë, që i besojmë lirisht, s'pranojmë kur një regjim si ky. Vetëm një emër që e keni gjuhë vetë 2 vite të fundit, Ergy Sagasi, i largur apo në Shkozet, hajde me revesh tani, por në një transakcion, ka 50 milion euro të vjedhura qytetarëve. Vetëm në një transakcion jashtë e tij. Vjedhjet e tyre janë të pafundme. Do japim atë që meritojnë. Ndaj, shfrytëzoj këtë rast të ftoj qytetarët e Kavajës, që kanë qenë në krye të lëvizjes për përmbyshje e diktaturës komuniste. Rikujtoj këtu kur s'kam për të harruar. 20 shkurtin e vitit 91.